gjëra do them. Firmosja e kukullës së tij Endri Shabani, pa asnjë diskutim, ka qenë një gabim i pa diskutueshëm i çdo njeri që ka firmosur. Kjo ka qenë një akt i nxituar dhe një gabim i çdo njeri që ka firmosur. Edhe një dje kërkova ndjes para demokratëve, para opozitarëve dhe përsëri kërkoj ndjes publike për këto firma dhe këte akt të nxituar të deputetëve të Partisë Demokratike. Nuk mund ta bënin atë. Jo. Këto firma u dhanë në një periudhë kur u vendos një koalicion i opozitar në mbështetje të kandidatit të bashkisë për Tiranën. Por, nga ana tjetër theksoj këtu, se firmat janë tërhequr me firmë. Pra, të gjitha firmat nga firmatarët janë tërhequr me firmë, jo me deklaratë publike. Dhe në absolute, në çdo parim dhe çdo ligj, ai nuk është kandidat i opozitës. Firmat janë tërhequr me firmë. Edhe gjerë momentin e fundit, propozuesi ka të drejtë të tërheqë propozimin. Kështu që pretendimi se ishin firmat ato që zgjodhen është i pa drejtë. Ishte vendimi e Edi Ramës për të mos respektuar asnjë princip, asnjë rregull për ta emëruar atë, sepse Endri Shabani është emëruar pa asnjë firmë nga asnjë deputet, nga përveç dy që janë një parti tjetër që mendoj që edhe ai i ka tërhequr, nuk kam parasysh, pra nuk ka patur kur asnjë firmë nga Partia Demokratike në momentin që është votuar. Çdo koment tjetër është absolutisht pa asnjë bazë juridike dhe është thjesht një mbështetje e verbër për veprimin antiligjor, antikushtetues të Edi Ramës në parlament. Po marr këtu vetëm anën teknike, teknikalitetin. Kandidatura e Endri Shabanit është votuar pa asnjë propozim nga Partia Demokratike, mbasi çdo propozim i bërë me firmë është tërheq po me firmë. Dhe vendimi nuk është propozimi, vendimi është votimi. Asnjë deputet i Partisë Demokratike nuk ka votuar për Endri Shabanin. Jo. Gjerë momentin e votimit. Propozimi mund të tërhiqet dhe ai ishte tërhequr ditë më parë. Kështu që askush s'mund të përligj, të mashtroj, të bëj të lallin e Edi Ramës se e bëri me qenë se kishte firmosur opozita. Jo, opozita tërhoqi firmat. E bëri sepse donte ta mirëte me çdo kusht institucionin. Kjo është.
Por cili është tani konkluzioni ynë? Konkluzioni ynë është se çdo përpjekje për të dhënë qoftë kontributin minimal në funksionimin e këtyre institucioneve është i kot pa vlerë qesharak. Dhe me këtë unë mendoj dhe insistoj, Partia Demokratike me këtë rast ndërpret çdo lloj negociate, çdo lloj diskutimi, debati për çdo lloj personi me palën dhunuese. Përfunke. Nuk mundet kurrë. A e faktoj, tërhoqi, sigurisht ju angazhuam në proces, sigurisht që kishim kandidaturat tona, dhe ata që thonë se nuk u fol për Adriana Kalan dhe Besim në Regionin, nuk kanë fol kur për kandidat më shumë se për ata dy kandidatura. Nuk kanë fol. Edhe aty edhe atë ditë në parlament. Edhe shumë herë të tjera. Dhe ne nuk kishim vetëm këto dy kandidatura. Jo, kishim kandidatura tjera shumë të mira. Shumë të mira, edhe këto dhe kishim, po edhe tjera shumë të mira kishim. Kishim kandidatura të shkolluara në nivelet më të larta, që i morën skontuar jo kanë ardhur me vonesë se kanë ardhur etj. Nuk ka. Pra ne nuk shkuam o ky o s'ka. Jo. Pse? Sepse ne dorim që ombudsmeni nuk është i opozicia. Ajo është në funksion të qytetarëve. Ju duhet qytetar aq sa të mundet. Aq sa të mundet me ndihmuar në këto kushte. Ndaj dhe cili ishte mesazhi që dha? Mesazhi që dha ishte se të gjitha pushtetet janë në dorë të tij. Ne do i përgjigjemi atij. Rikthehemi prap. Ndërpresim çdo lloj debati, diskutimi për çdo lloj personi dhe çdo lloj funksioni dhe posti me Partinë e Krimit. Hap që bëhet i domosdoshëm nga ajo që panë shqiptarët. Akte antikushtetuese, antiligjore, për të marrë dhe që gjysmë pushteti që ishte ngel pa marrë, se gjysmën e kishte, ajo nuk është se ishte zonja Balanca, nuk ka qenë herantare për deshkur. Ka qenë një avokate, kështu që ne ndaj atij akti i përgjigjemi me ndërprerjen e të gjitha komunikimeve për persona apo debate për persona të caktuar, funksione të caktuara, dhe s'ka gjë më absurde se të mendohet se mund të vazhdoj në një kohë kur ai pa firma zgjedh dhe përpiqet dhe gjen pastaj që e pas ka fajin opozita. Po, opozita për para antarëve dhe mbështetësve vet njeh gabimin që bëri, por nuk e zgjodhi opozita. Opozita tërhoqi firmat. Me firma u tërhoqen firmat. Që dhe
deklarat politike po t'ishte e grupit është tërheqje. Është tërheqje. Ndaj dhe qëndrimi ynë do t'jetë edhe njerë gjithçka tek protesta. Pra, nuk ka shans kur që të shkojmë me tejne dhe të mashtroj Edi Rama si që mashtroj. Jo, egzofte në Shabanin, të mbaj, egzoft gjykatësit që blokojnë vendimet e gjykatave, kur paritën apo urdhrohen nga Edi Rama, ky shtet, narkoshtetu ka shpall luftë shqiptarve, kushtetuc, qytetarëve, ne do qëndrojmë në anën e tyre. Së fundi, kjo mbledhje do të caktoj në afatin e duhur kohor thirrjen e Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike për analizën, këtë analizë të situatës që jemi edhe për të përcaktuar me Këshillin Kombëtar për të marrë vendimet të tjera përveç këtyre, se kryesia është një organ që merr edhe për të sugjeruar edhe vendimet e kryesisë mbi përqendrimin e Partisë Demokratike me të gjithë burimet, forcën, resurset e saj në drejtim të një betejë përfundimtare për zgjedhje të lira dhe të ndershme, për zimën e qeverisë. Pra, alternativa, do shkojmë ne drejt një farse, se cili do ta pyes veten. Dhe të bëhemi stoli në fars? Jo. Nuk shkojmë. Kemi realizuar, kemi dokumentin ndërkombëtar, kemi ligjin ndërkombëtar që tregon